Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, me të vërtet Zoti i Madhërisëm ja dëshiron njerëzimit cilësitë më të mira të mundshme. Për këtë arsye dhe i ka dërguar pejgamber si model dhe i ka zbritur librin e shenjtë, Kur'anin famëlar. Karakteri i mirë, sinqeriteti në fjalë dhe në vepra, dhe kultivimi i vepra dhe i vlerave njerëzore është cilësi e shoqërive ideale në tokë. Shoqëri të cilat kanë karakter të mirë dhe i promovojnë veprat dhe vlerat e mira janë shembull që duhet të ndiqet edhe nga gjeneratat e reja. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, prej tipareve të shoqërisë ideale është edhe sinqeriteti. Andaj na bën nder që sot t'i themi disa fjalë në lidhje me këtë cilësi, të cilës i ka kushtuar rëndësi të madhe Kurani famëlar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, sinqeriteti në fjalë po edhe në vepra është vija ndarëse që e bën dallimin mes njeriu të mirë dhe njerit jo të mirë, njeriu besnik dhe njerit jo besnik. Sinqeriteti është vija ndarëse që e bën dallimin mes shoqërisë së mirë dhe shoqërisë së keqe. Sinqeriteti është pragi mbi cilën ndërtohet gjithçka në të ardhmen. Për këtë arsye Kurani famëlar i kushton rëndësi të madhe sinqeritetit si vlerë. Dhe popujt e mirë, popujt e idealist, sinqeritetin e kanë parim të jetës së tyre. Të dashur vëllezër, me që është temë e gjanë, po në përmendi vetëm si një prej faktorëve që dëshmojnë se i takon një shoqëri ideale, sinqeriteti i ka 3 mënyra vëllezër. E para është sinqeriteti mes njerit dhe Zotit Madhërisëm. Njeriu do të me qenë i sinqert në besimin që e ka. Që ati Zotit që ti i beson, do të me qenë i sinqert me ta. Sepse besimi pastaj nuk bën dobi në këtë botë as në botën tjetër. Me krejt mund është me lujt, me karta ndryshme këtë jetë, po nëse luan me kartë besimin në raport me Zotin, e fundos vetin. Sepse është e pamundur që ti Zotin me mashtru. Pra do të me kanë në radhë parë njeriu i sinqert me Zotin e Madhërisëm. Që ati Zotit që kemi besu s'ka kompromis më rrethina. Që ati Zotit që kemi besu në rrimi besnik me jetën e kësaj bote, duke respektu vendimet që i ka caktu dhe urdhrat me cilat në ka ngarku në jetën e kësaj bote. Kjo është sinqeriteti mes njerit dhe Zotit Madhërisëm. Dhe e dyta vëllezër, njeriu me qenë i sinqert edhe me veten. E dini që në jetën e kësaj bote shumë njerëz nuk e shijojnë jetën sepse s'janë të sinqert as me veten e vet. Jeta është shumë e sinqert. Jeta është shumë reale. Keni pasa njerëz këtë dunjë jetojnë fals, sepse e kanë shkput lidhjen me sinqeritetin dhe jeta pastaj kthehet në bumerang. S'munësh me jetu i qetë këtë dunjë e as i lumtur nëse s'ki sinqeritet në raport me jetën. Dhe e treta, prej llojeve të sinqeritetit që po na vjen neve sot, është me kanë i sinqert edhe në shoqërinë me cilën ti jeton. Vëllezër, po jetojmë në një kohë që sikurse kjo fjala sinqeritet ka humbë edhe për fjalorit ton, po ka humbë edhe në jetën e përditshme. Dhe është bërë vështirë që me gjetë një njeri të sinqert, edhe kur është vetë, edhe kur është shoqëri, edhe kur është në treg, edhe kur është dikun tjetër. Pra është vështirë me gjetë njeri të sinqert. Prandaj të dashur vëllezër, nëse dojmë me i taku një shoqëri ideale, na do ta shohim me veten ku jemi në raport me këtë cilësi. Duke kemi fjalën këtu pja përcjellën një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili sa mire ka përshkruar rrugën e sinqeritetit, sa mire ka shpjeguar ku të çon sinqeriteti dhe ku të çon jo sinqeriteti. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot aleikum bisidq, thot përmbahuni sinqeritetit. Fa inna sidqa yahdi ila albirr, sepse sinqeriteti të çon në vepra të mira. Wa inna albirra yahdi ila janna, e veprat e mira të çojnë në xhennet.
O ma yazalu ar-rajulu yasduqu, thot dhe përderisa njeriu vazhdon të jetë i sinqert, u yataharra sidqa, dhe mveshet me petkun e sinqeritetit, thot derisa të shkruhet te Zoti i Madhërisht se është i sinqert. E për ata që shkruan te Zoti se janë të sinqert, kanë zbrit ajetin Kur'an se cili o fundi tyre është xheneti dhe bukuritë e xhenetit. E kundërta e kësaj të dashur vëllezër, pejgamberi thot: "Iyakum wal kadhib", hekni dorë prej gënjeshtrës, prej falsit. Thot: "Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur", se gënjeshtra çon në punë të dyta. "Wa innal fujura yahdi ila jahannam", e pastaj veprat e këqija të përplasin në xhenem. Kjo është hapi drejt xhenemit. Edhe thot vazhdon njeriu me gënjyn këtë dunja, me qenë fals, derisa të shkruhet në fletoret e Zotit i Madhërisht se është gënjeshtar. E pastaj të fundoset nesër në xhenem për shkak të cilësisë së keqe që ka. Pra vëllezër të dashur, jemi përballë dy rrugëve. Rruga sinqert, rruga drejt, e cila fillon me sinqeritet. E pastaj ky sinqeritet në fjalë dhe në vepra na dërgon në vepra të mira. Bëjmë gara se kush po bën vepra më të mira. Pastaj këto vepra të mira kanë më bërë shkaktar që ne me shiju jetën këtë botë dhe mos shpërblim botën e përjetshme. Dhe kundërta përballë kësaj gënjeshtra, jo sinqeriteti, mashtrimi, tradhtia, të cilët pastaj në mënyrë të gradualshme e tërheqin njeriu drejt humnerës së pafundshme. Dhe jemi sot dëshmitar të dashur vëllezër se si e kemi humbur këtë vlerë na si popull. Dikur kemi pas shumë sinqeritet. Me një fjalë goje pa e pa kur njerin i kene në besë. Sot tu e pa, edhe tu e nënshkruat marrëveshje, edhe tu bisedu një orë, edhe pastaj del që të ka tradhu. Kjo është e rëndë. Çka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tre personave thot Allahu në ahiret si u flet. As nuk i pastron e as nuk i bën banor xhenetit. Një për tyre është ai i cili ka tradhu, s'ka qenë i sinqert. Qoftë në fjalën më të vogël më shumë kësaj bote. Dhe në qoftë në gjëra më të mëdha kësaj bote. Pra të dashur vëllezër, sinqeriteti është cilësi e popujve të mirë, e popujve idealista, e njerëzve që kanë ambicie të larta në jetë dhe kanë punë të mëdha në jetë. Kjo është cilësia e tyre. Dhe nëse referohemi Kur'an i Kerimit, i gjejmë një numër të madh të ajeteve në Kur'an të cilët flasin për këtë temë. Sepse Zoti don me eduku njeriu në mënyrë më të mirë të mundshme. Me i tregu se jeta është e sinqertë. Feja është shumë e sinqertë. Dhe ti dush me qenë i sinqert. Për mi realizu qëllimet në jetën së bote. Të dashur vëllezër, po ja tham një hadith tjetër që transmetohet për pejgamberin. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse i ki 4 cilësi, thot pastaj mos u bën malak sa çka ka ikë për kësaj bote. Çfarë cilësi? E para ka thonë hifdhu amana. Nëse je për atyre që e manë emanetin, lumi ti për veti. E këna me fol mas 3-4 gjumave për këtë temë. Thot pejgamberi sa, nëse e ma emanetin, pesesive të mira është me mojt emanetin. E dyta ka thonë sidku hadith, nëse je sinqert në fjalë dhe në vepra. E treta ka thonë nëse ki moral të mirë. Dhe e katra nëse si ekstravagant, nuk ki arrogant, as në hamje, as në pimje, as kur flet, je mesatar. Thot nëse ki këto cilësi, mos u bën marak shat ka ikë për dunjas, se krejt ka më të kompenzu në ahiret. A nëse si ki këto cilësi, ke frikë që shkime shku të Zoti i Madhreshëm, nëse ki dunjan. Vëllezër të dashur, të gjithë bre po ankohemi se ka humbur sinqeriteti. Pa është e udhës me nis në për vetin me thonë, po mirë be unë jam i sinqert. Unë kur flas, jam i sinqert. Unë kur dal në trega, jam i sinqert. Unë kur shes dhe bleja, jam i sinqert. Sepse kallaj është me akuzu dikan. Po nuk riparohet shoqëria të akuzu, po të fillu prej vetës. Sepse me të vërtetë jemi të rrit një brez pa parime. Edhe trishtohesh me bisedu me ta, trishtohesh me besu në emanet, sepse është të rrit me një frim kohë gjatë keqe. S'flitet më për vlera,
Të fillu pe shprehjes, pe përshëndetjes, pe sinceritetit, prej emanetit, pe kujt diçka. A na ka me arë një moment që brezi jonë ka me kanë dorë tëne. Historia njerëzimit ka njoft popëj të zhvilluar, po për shkak të mungesës të në cilësive janë shkatru. Bele në surën Dukhan, Allahu sëqaran, thot dhe lexoj historinë atyre që u fundosën për shkak se i lanë anësh cilësitë e mira njerëzore dhe mendon që mund me mbjetu unë këtë dunja pa cilësi njerëzore. Edhe jarë fundin një nga një. Pra sinceriteti është shumë rëndësishme të dashur vëllezër. Dhe ne duhet me mësu fëmijën me kanë sinqert. Dhe po jap një shembull të dashur vëllezër. Njëri prej dietarëve të mëdhej, Imam Maliku, thuhet sepse ka qenë për një familje shumë të ndershme. Jo rastisht Allah e ka bërë dietar të madh. Thuhet nëna vet e ka pyet në atë kohë imamin e Medinës, ka thonë unë jam e varfër dhe jam të rrit një jetim, por Imam Maliku ka fjalën. Thot a kam të drejtë fetarisht lampën, atëfar lampa që në të nërë, i kanë vendosë në për rrugët e xhamia pejgamberit, ka thonë a e kam halal nëse nalë në natën të lampa edhe i kepi teshat. A e kam halal a jo këtë mund. Te i këtu e kanë pas sinceritetin njëtën se bote, kanë pas frikë për haramit dhe punë të këqija. Dhe transmetohet vëllezër që Imam Maliku, kur ka qenë i ri, nëna vetë e ka qunë në xhami. E ka thonë o birë jam, shko thot të kandi në xhami ku spjegohen hadithet e pejgamberit. Edhe ky ka shku. Mas një kohë të shkurt nëna vetë e nalë për xhamis. Për ati djetarit madh që kam si Imam Maliku. E nalë një të shmellën e 2 javë. Mas 2 javë i thot, ta shko apet. Thoj nane, pse më nale një herë tash më qove? O birë jam, thot nale sepse i mësove do hadithe që folin për sinceritetin e dashta me dita i kim praktika jo. Se nëse se kim praktikë zvyn dia, teoria e thotë. Dhe një prej atyre thot, e kam mësu për Resulullahit, nuk rran muslimani. Zgënjen, edhe këtë botë me këthimin janë. I thanë, ja Rasulullah, mund me kanë muslimani kopratës. E do pasurin s'do me dhanë, tha mund me kanë. Pa mund me kanë demel, tha edhe demel mund me kanë. A mund me rejtë muslimani, tha jo. Pse? Se prejtuit fillon e keqja mo. A na sot dhime t'jam su thëmive tonë arktrimin e rrenës. Por gjithë shka t'i sëmë bisedon me ta pa ta ba një gënjeshtën, sa troha. Pse? Sepse shoqëria jo e sinqert. Edhe a keni pa atë fjallën e famshme, edhe mos e përdor një ma gjematin dërshëm. Kur thot i drejti vesh mbunar. Kjo me justifiku gënjeshtën. Allahu ka thonë i drejti fiton dunja dhe në ahiret. Wallahi gënjeshtarë dhe i shtremti ka mu fundosë në mbunar. Jo i drejti. Mësohet fëmijën tanë me kanë i drejtë, mos u tut. Mësohet fëmijën tanë me kanë i drejtë, mos u tut dhe po e përmbylli me një ngjarje shumë interesante. Vëllezër, një dietar i madh shkon me një vend të Evropës. Edhe thuhet, shpjegim, ka hyrë aty me blej diçka shitore. Edhe në shitore e provokon shitsi, i jep diçka ma shumë pare. Këtë ishtin gjep, kur shkon rrugës e sheqë, i ka këthy ma shumë pare. Edhe këthejet. Thot, o filan, më ke dhon pare ma shumë. Thot, kjo pare sështë e jemja, ti më ke dhon ma shumë ke ka bu. E di shka i thot aj. Thot, dëgjum se je hoqë, e spjegon Kurani dhe hadithin. Thot, dashta më të provua e shetë fejen të ajo. A ki sinceritet në ato fjallë që i lexon të ajo? O vëllezër, nuk muna në me prun feje kërkan nëse pun të kemi të këshia. Naziju glindore që përban shtetet më të mëdha islami. Islami kur luft për islam së batje. Kur në Indonezi, në Malezi, në Brunei, në gjysmë Filipinës, Singapurës, nuk është ba luft për islam. Aja të popojt më të majtë musliman atje. Qysh janë ba? Për mes sinceritetit. Dhe kam spjegu dhe për përfundoj, ka ndodhur një konflikt me një vend,
Edhe kanë thonë njëri dëshmo se unë çështu, ka thonë njës dëshmoj. Pse? Thotë se feja jam e ndalon rënën. Ka thonë çfarë feje ki ti? Thotë jam musliman. I besoj Kuranit dhe i besoj Muhamedit. Thotë nuk rrej. E çojnë pallat, prej ti e pranon Islamin mbreti dhe mbret se tash Brunei ka i 29 mbret është në Brunei, nisë i Bruneit. Mbreti i dytë në Brunei ka qenë emigrant, tregtar që prej ti e kanë pranuar Islamin njerëz. Veç për shkak që s'ka rrit. Pra mos fol shumë për Islam, po tregon me vepra kush jemi. Pra vëllezër dashur, sinqeriteti është shumë e rëndësishme dhe ne duhet të kthehemi në vlerat tona. Këtu po përfundoj për shaj kohës. Walhamdulillahi rabbil alamin. El-Fatiha.